nëse do t'i mbledhi të gjithë tenderat, të gjitha prokurimet, që secili e din që inteligjenca artificiale programohet. Pra, çdo gjë do t'jetë e programuar që e ndrizall, pra rezultati final t'jetë po ai që ka qenë më përpara, por nuk do ketë më një ministër që do firmosi, një ministër që t'japi llogari për korrupsionin, një ministër që t'japi llogari për koncesionet abuzive, një ministër apo një hierarki e tërë nën këtë ministri që të shkojë në SPAK. Kjo se mëncohet me diellën. Diella, kush është diella, si do japi llogari diella, si do bëj transparencë diella për vendimet që do marrë. Pra e ka hequr në mënyrë totale llogaridhënien. Rama, atë që ka bërë deri tani do vazhdoj ta bëj. Mund ta bëj edhe më shumë të shumë fishuar abuzimin, korrupsionin, se nuk besoj që ka njeri në Shqipëri që do besoj që Rama do luftoj korrupsionin. Por i ka hequr emrin. Të mos ketë mundësi askush që të kërkojë llogarit, mos ketë mundësi asnjë që t'japi llogari në prokurori, në SPAK apo kudo qoftë, apo të mos kërkojmë llogari dhe ne. Nëse neve do kërkojmë llogari për si grup parlamentar i Partisë Demokratike, për tendera, për koncesione, për PPP, në shëndetësi, në arsime etj. Më falni, po kush do vi t'japi llogari në komisionet hetimore, në komisionet e përhershme, në komisionet hetimore? Në seanca parlamentare ka hequr pra dhe mundësinë e llogaridhënies dhe të transparencës dhe të informimit të publikut. Do jetë e njëjta që ka bërë deri tani Rama, duke i hequr mundësinë e llogaridhënies dhe informimit të publikut. Por doja që vetëm duke lexuar pra një pjesë të programit. Qofse vetëm tek shëndetësia, tek arritjet në shëndetësi të programit. Pa e dini ju që nuk ka asnjë fjalë për arritjet e Edi Ramës si pjesë e 4 koncesioneve. Nuk flitet fare aty as për dializët, por nuk flitet fare për check-upin si një arritje. Pra e ka lënë Vilmën dhe pa arritje, po nuk flitet asgjë për sterilizimin, 400 milion euro, dhe nuk ka asnjë fjalë në programin e Partisë Socialiste. Dhe gjithë pjesa e programit të Partisë Socialiste ka vetëm disa premtime të përgjithshme dhe asgjë konkrete. Sigurisht nesër ne do flasim më gjatë për këtë. Në seancën plenare, pasi gjithë deputetët e Partisë Demokratike kanë mundësi që të kenë nga 10 minuta kohë të flasin. Nga 10 minuta dhe do kenë kohë që të flasim për shtjellimin e në total për pika, dakord. Nëse shihni të gjithë linjën, është Shqipëria europiane, dimensioni europian. Po kush është dimensioni europian? Tirana pa ujë? Kush është dimensioni europian? Janë ato ushqimet me substanca toksike? Po, se të gjitha këto do të kemi... Apo është i pardi i cili është i blokuar? Kush është? Dakor, ka shumë zonja Vokshi, se nuk mund të ndalim të secilat për atyre, dhe do ndalim një dhe nesër, sigurisht e do të ndjekim lajt të gjitha. Apo mbyllja e gojës së mediave. Po, do ndalëm pak më parë, besoj ndoqja. E ndoqja. Dhe ju keni qenë drejtuese e Komisionit të Medias. I kemi, unë personalisht, Armel, këtë duhet t'ju informoj, unë edhe për ngjarjet e fundit, për gjithë shkeljet ligjore, për gjithë shkeljet kushtetuese të Edi Ramës, me shkarkimet, ngarkimet, me ndryshime strukturaj në pushtetin lokal, i kam informuar partnerët ndërkombëtar, Këshillin e Europës, Parlamentin Evropian. Kam informuar për sulmin që ju bë një prej mediave më të rëndësishme, pra Focus Group, dhe kam informuar edhe për vendimin e fundit për të larguar, për të mos pasur pra gazetar. Jeni në djeni ju të këti? Jeni në djeni? Ja, me që se kaluat këtu. Vetëm nga media, e kuptoj. Vetëm nga media. Po, doja ta dija këtë. Të pak të neve si deputet nuk na është bërë me dje,